Është vërtet. A mendoni që feminizmi në Kosovë është duke e keq kuptuar totalisht këtë pjesën e barazisë? Kjo është më shumë ato bë tabu, se kjo më shumë se ndoshta edhe njerëzit paguhen për çat pjesë për me bërë temat e feminizmit. Për mua fare nuk pëlqen. Mendon që paguhen Kosovë për me Po, unë kam dëgjuar që edhe paguhen për me bërë çit tabu në madh, domethënë me bërë çit zonin e madh për feminizëm. Se nëse s'paguhen ato në shoqata që për me fol për çit pjesë ekstra. Kështu që mua personalisht nuk pëlqen. Në feminizmit, nëse i kumpa në protesta, Linda nuk i kumpa ato duke dal me ndonjë pankart ose ndonjë Jo, veç kam dëgjuar, nuk e di se është vërtet. Burrat mos mi kapten xherrat, ose burrat po i kumpa ato feministe të cilat kanë luftuar shumë për gratë të cilat janë dhunu, janë vrarë, kanë pas ngacmime seksuale, domethënë kundër këtyre gjërave që duhet me qenë, domethënë gjithmonë duhet me qenë mbrojtje të shtetit me zërin aty në feministeve. Ama ka edhe të tilla, sepse patjetër ka edhe të tilla që e shohin burrin si rob. Nëse mund vjen dikush në tavolinë edhe më thë që ti e të e bu këta, ti e të e bu ato dhe burri duhet me ta bu këta, ose ti ndahesh nëse normalisht e nxit një lloj urrëtie ndaj burrit edhe njëkohësisht mundesh me pa burrin edhe si rob. Nuk e nxit asnjë lloj urrëtie se unë burrin tani jam më mirë se ajo feministe. Edhe më mirë se gjithkosh. Unë burrin tem e dua dhe më quh krejt bota, më fol më për burrin tem, nuk mundet mua rrit atë mendimin. Ai bën apo ka të tilla që ndikojnë shumë shpejt.